ta kuptojna çka do të thonë emri Allahut el-Wasi nëpërmjet ngjarjeve kuranore. E di ngjarjen, ta shikosh se si Allahu me gjerësinë e tij të veprimit dhe hollësinë e tij të veprimit njerëzit vëzër hutohen. Andaj isha njerëzit bojnë analiza geopolitike, geomjekësore, geoepidemike. Këti bojnë, apo e vun si dalin asnjë sen. Sepse el-Wasi ai ka caktuar diçka tjetër. Ti se di çka ka bëu Allahu te bareke ve teala. Kush ka mushaf apo telefon mundet me përcjell se ta kuptojë më afër skenën kuranore. Shikoni dhe kush nuk e kupton dhe kush nuk ndalet ka dalë me kaderin e Allahut hutohet. Do ta përmendim ngjarjet e Hudejbjes. Tu i çef flok njëri tjetrit sahabëve dhe zër edhe likurën e kanë prej pi nervozës. A e keni lexuar ngjarjen e Hudejbjes apo e keni dëgjuar? Marrëveshja me pejgamberin sa mes paganëve. Sahabët çast shumë janë nervozuar se kanë kuptuar këtë marrëveshje. Kur janë qef, të dalë për ihramit, thonë, njëri tjetërin i kanë qef flokët, pit nervozës që se ne kanë kuptu çka po ndodh, e kanë prej, e kanë gjithë, gjak i kanë gjithë kokave të veta. Gjak i ka rrjedh, pse e ka rrjedh? Pi nervozë, kur punon me nervozë, apo nuk ka stabilitet dora. E tani vëzër, Allahu ka kadere, po u nervozove me to, të mbysin ato. Andaj merre me kujdes, merre ka dalë. Se ai cili po vepron s'dvet tyje. Nuk dvet ty, ai e ban. Si dush me pështu, merre ka dalë. Si shikoni ajetin e 18 nga surja El-Fath. Çka thot Allahu te bareke ve teala? Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Thot Allahu jalla jalaluhu. Lufta e Hudejbjes, shkurtimisht vëllezër, sahabët janë nisë me bë umra, kanë dalë paganët në udhë, kanë dalë s'ka me bë umra, sulena me Mekë, e kështu me radhë janë nxjerr gjakat, ngjarja e Uthmanit alayhis salat radhiyallahu anhu ka dërguar pejgamberi alayhis salatu selam, është përhap lajmi se e kanë vrarë, pastaj nuk është vrarë, edhe çka ndodh vëllezër, sahabët kanë insistuar që na me hin Mekë. Pejgamberi sa më ka këshill çka më e vërdishme. Allahu e ka frymzuar se kjo do të jetë fath. Andaj kjo sure si nis vëllezër, inna fatahna laka fathan mubina. Ne ta kemi dhënë ty çlirimin e qartë. Mirë po vëllezër, ky çlirim e ka bë shumë prej sahabëve ju ka mbyll se ne ka pas çka të ndodh. Çka ka ndodhur vëllezër? Sahabët kanë thonë, ja Rasulullah, na nuk po dojna, si ta kish për neve, nuk po shlojmë pe, po hina në Mekë, me zor, me qef, çish ta dojnë ata. Pejgamberi alayhis salam ka këshill me qetësu punën. Sa ato i kanë thonë, si vjet jo, në mot. Me të nalë për umrës, për Mekelijun, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Mekelijën, Muhammed sa Mekelijën. Mos sikur njani, është i shkupit, thot, dikush thot, s'ka me i shkup, mot kime i e. Ti mu ka një shkupit, është ka gjanë një nervoze madhe. Apo, mosanena, nuk janë ka njerëzit thjesht ato, ka njerëzit të mëdoj, kanë pas familje të madhe. Dhe, sikur me një farforme, ja Rasulullah, më shlope ja Rasulullah. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vepruar çka ndosh sahabët, çka dosh Allahu te bareke ve teala. Çka do Allahu xhelel xhelal. Allahu është i kënaqur me ata besimtarët që ta jepshin ty besën në hijen e pemës. Kjo besë dhe pse dhon, kur ka dalë lajmi se Uthmani e kanë vrarë, i ka mbledh pejgamberi sallallahu sahabët, ka thënë zgjat në dorën se s'keni me hik kurkush derisa ta morën hakun ton. Nëse kanë vrarë pa besë Uthmani radhiyallahu an, dhe kanë zgjat dorën. E kanë zgjat dorën në hijen e një pemë. Thot Allahu te bareke ve teala, Allahu e din çka ka në zemrat e tyre sahabeve. Dhe u ka zbrit atyre qetësinë. Dhe i ka shpërblyje me një çlirim të madh dhe të afërt. Fath është kur çelet diçka. Është për shëllim muçel drita dhe përhapja e Islamit. Wa maghanim kathiratan ta'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima. Dhe Allahu xhallahu pasurit shumë ta keni më marr. Dhe Allahu xhallahu xhelalu është i fortë dhe i urtë. Çka ka ndodhur zot? Shikoni çka do të thonë kaderi i Zotit. Ka ardhur Omar Khattabi te pejgamberi alayhis salatu wasalam, i ka thonë ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut. Vëzër nuk ka dyshuar Omar Khattabi, po s'e ka kuptuar kaderin Allahu xhallahu xhelalu. Ka thonë elasta bi Rasulillah,
as je i dërguar i Allahut ti? Ka thënë po, bela. Ka thënë gjithsesi. Ka thënë as janë në hak? Po. As janë në batil? Po. Ka thënë shka janë këto marrëveshje? Pse e ke bo këtë marrëveshje? Se pejgamberi sa me ka shujt 10 vjet marrëveshje. Kush vjen për muslimanëve, kush bëhet musliman Mekë dhe vjen në Medinë, kanë drejt me e kthy. Dhe kush për Medinasve, për muslimanëve shkon në Mekë, s'ka drejt mu kthy. E kështu me radhë. Dhe du të mu kthye në Medinë me ardh numre me bë në mot. Dhe këto i kanë munu sahabët. Dhe Omar Khattabi i ka shpreh këto shprehje. Çka ka ndodhur zot? Këtu në këtë mos kuptim të qaderit, Allahu e ka qelë. Çaty u kon qelsi. Në çat marrveshje u kon qelsi. Tu kthi prapa, tu kthi prapa ka Medinja. Allahu xhela ka zbrit fillimin e kësaj sure. Inna fatahna laka fathan mubina. Ne po ta japim ty çlirimin e madh. Omar Khattabi tu shku rrugës i ka thonë ja Rasulullah, a çlirim o kjo? Nëse Omar Khattabi ti ndodh mos me kuptunin ngjarje tu kon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aty. Unë ti a marrë kanë mos me kuptu diçka? Njëri do të musum hik kur gjë. Por i madh. Omar Khattabi ka thonë me nësam shejtani ka të hece e hik piktina. I ka thonë ja Rasulullah se ku morë veshën e këtë punë, se pas në ditë. Analizat tona vëzër, du më kanë pak ma modeste. Unë e di që ka bo në Amerikë, në Kinë, në Rusi, në aty. Ka da vla, ma poshtë. Nuk mund është mi ditë kejtë. S'ki informacion që është madhë. Qëtësoj e pak vetë. Je robi Zoti Gjeli Gjelat. Ani, lexo analiza, për cëllë analiza. Por se, Omar Khattabi vëzër, i ka thonë, ja Rasulullah, a fetha kjo? A qërimo kjo? A din që ka ndohë vëzër? Pejgamberi alayhi salatu selam me këtë marrëveshje i ka qu këtë dunjajës letër pranë Islamin. Heraklit, Persijës, Egjiptit, Abesinijës, e ka përhap Allahu Gjelle Gjelle fejën këtë dunjajën. Mos mu paskon që kjo marrëveshje zviki Islami dhe citu dhe zërë. Kështu janë shprej djetartë. Me gjithë se sahabët janë gërgjetu me vetë vetën, janë fërku me në vetë, shka të bëhe, a thu shka të bëhe. Dhe ma në men dhe zërë, atë marrëveshje i kanë thonë ati, kur e ka shukë nësam, pejgamberi Muhamedi i dërguri Allahu. I ka thonaj, fshinje i dërguri Allah. Fshinje i dërguri Allah. Shuje Muhammedi bili Abdullah. Sahabët dhe zguri kanë po këta, si me fshinje Rasulullah. Me gjithë ta, Allah u ka shlu shumë bërëqet këta. Anja dhe zër, shkurtimisht, më së gjasna, nga se tema shumë e madhe. Kaderi Allahu është shumë i qëditëshëm, sepse Allahu punon me qëfar? Me emrin e ti El-Wasi. I gjanë. Universi Allahut, gjithësia e Zotit, nuk e diti pikator qelsi. Ti e ke unë e ke vëzu veç që kënejna vjen. Kush ta ty e? Vjen edhe dika tjetër. Andaj, qka duhet vëzër natë bojna? Reguloje raportin me Zotin të bare kjo e tjala. Andaj, Ibn Qayyim el-Juzeyy e ka pru një shembull që ta përkufizojna dhe ta thjesojna. Ka thonë, kur ti shkon të njani në shpi, të misafer, mik, edhe ndërë të asaj shpije e gjenë një qenë, s'le me im rejna. Ka thonë, nëse ti anis të përla me qenin, aj në tonë, ti këtë tonë, hujum, me gurëzje kështë të mëra, nuk shlon për e qeni. Si zhidhe kjo punë? Ka thonë, më morti me qenin, në hupë shumë vakt. Qka duhet? Ka thonë, thire zëtënijën. Nale, dhe zërë, shejtani, vezveset, epshet, qefët, atë shumë janë, atë shumë mundet me gjanu, atë shumë shkon dalali gatë, ti tu pastru shumë sene, qka ndodhe zërë? Andaj Zoti unë të bare kjo të tha, a do mira ma shkur? A do mira ma shkur? Thuj, ihdina siratal mustaqim. O Zot, o zonte, si shbudimo. Andaj sahabët dhe zërë, shumë për i gjërëve i kanë zhjithë. O Zot, shumë ka punë, zhjithë me ti. Andaj ti drejtojnë punë me Allahun të bare kjo vëtjala, a i shumë për i gjërëve i zhjithë. Subhanahu vëtjala.